Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Sot do ju prezantojmë fshatin Pogrogj, komuna e Gjilonit. Ky është fillimi i fshatit, një fshat me bukuri natyrore, mbetet pakës më vonë për gjatë minutave në vazhdimi ju tregu se çfarë fshati i bukur është. Në fillim të fshatit jam të e pa një lapidar, ne po afrohemi, puna mbar. Pra njerëzit me fillim a japin atë mendimin që janë punëtor dhe mirën me bujqësi, traktoret gjithandej. Adhetarit dëshmurit, arsimdashësit e humanistit, Hoxh Haxhi Saleh Saliut, i rënë për gjatë vitit 1912, lavdi gjithë adhetarëve që kontribuan për breza, për çështjen kombëtare, lavdi gjithë dëshmorëve kudo që janë. Falë tyre e gëzojmë në sot lirin. Miqtë e mi nga këto, unë kisha pas dëshirë me ju lanë me pak zbamje nga fshati, ne po afrohemi drejt shtëpive në mënyrë që edhe me taku banor e takohemi atje. A jeni mirë, faleminderit. Ju si jeni, ja u kemi zonë rrugën, a? Ja, s'prish. Hajde se s'prish punë për mua. Si jeni, me shëndet familjen? Këtë ratë, ju? Mirë, faleminderit. Apo lodhësh a ju, a? Me u lodh heq, unë s'di qa është lodhja. A pas ki më rri këtu, a? Më rriva, valla. Po mirë, ja ki me në fund më dëll bilet, edhe për këne. Se sa të ju prit dhe të ju këshyre, të ju për cjelle. Faleminderit shumë, faleminderit. Në YouTube që aty. E di se kam him bërgjë me juve, se pak e kom zvarrit këtë ardhen, po që dita ditës. Mirë ja kini po. Shko anej, shko kënej. Shumë mirë ja kini po. Një vetë, ka me qky. Shumë mirë ja kini po. Qysh po kaloni? Mirë. Qysh është Pogrogja? Pogrogja është në rregull keq. Si Pogrogj? Është si Pogrogj. Çfarë jetese po bëhet? E mirë është jetesa, nuk ka keqe. Banorët me çka mirën mas shumë ti këtë fshat? Mirën me ka pak me bujqësi, ka pak kështu me. Po është traktorët edhe thash në këtë fshat, po mirë kam në bujqësi. I kena do fermeri, i kena do shtu punojnë gjinja, gjallnojnë. Nuk janë që bashkërin. Me ju pyet banor për afërsisht sa janë brenda fshatit? Banor shumë pak kemi. Shumë pak. Cila ka qenë arsyeja se zhbraktis fshati? Tash kohëve të fundit që ka rinia që kanë dalë. Mos e që për një jetë më të mirë, apo di me dhe unë. Qështu, kanë kalu. Me që jemi në rrugë, nuk po ju marrë koma, shumë faleminderit shumë për respektin. Ishte shumë knatësi, respekt. Miru pofshim. Reshatit ka thirë në duke shpesh. Ku është ka thirë? Reshati është në... Po, valloj, po më kanë thirë. është në market, mund është me gjetë. Po, inshallah e gjimë. Kaloni mirë. Miru pofshim, faleminderit shumë. E falenderoj banorin e parë nga fshati Pogrogj, me që ishëm në rrugë kryesore, nuk ishte kuptim e zgjat bisede, nuk është e hishme fillimisht, por që të pakte nuk përshëndetëm. Faleminderit gjithsesi për respektin. Ju thash, a ju kam thonë, një si pas në thonë, kam shumë mesazhe për më ardhën këtë fshat, ndëgjut edhe banorin, unë e kam zvarrit ju me dëshirë, por që datat po jenë shumë të stër ngarkume, me shku atje, me shku këtu. Gjithsesi do shkojmë radhë me radhë, po mundohemi në secilin komunë me prekime nga një fshat e me pastaj kështu me him për çdo të herë. Hajde po e komentojmë fshatin e bukur. Fshati aq i bukur është sa që nuk e di a do gjejmë fjalë me komentu. Fillimisht pastërtia është ajo e cila e dini tashmë. Kështu ma tërhoq syrin. Çka po shkon kështu luftë?
Apo, rruga që na çon drejt fshatit Llovc, një banor ma heret para xhirimeve më kanë dalë edhe më ka ftu. Shumë ja kum zgat me demek që s'kam shku ende, por me radh. Shifeni se sa bukuri që ka fshati, shtepit e bukura, ashtu si që ju paralajmërova ne u afruam drejt shtepive, por që gjendja është fillimisht qetë, nuk do të mbetet kështu, do mundohemi me ngjall atmosferën si në secilin fshat, po m'pëlqejnë shenjat e komunikacionit. Stopi këtë. Rontina si që një 10 stopa, nuk vlen. Njëri që i shkel rregullat mas shumte. E kam fjalën kështu kur jam. Jo në makinë, sa shtepi e bukur kjo duket me qenë tipike e mërgjimtarit, a? Në këtë fshat dominon mërgata shumë, pra ka shumë mërgjimtar, cilët po e shprehi mundësin me i përshëndet ku do që janë, dhe shpresoj që sa do pak do ja ungjallin nostalgjin, do e shohin fshatin, more ondi po dal pak qytune, se s'janë të më po heqën ka mirë, thëjnë ka po vje ky zo. Një shtepi e ndërtuar nga balta, e cila ka mbetur kështë në fakt si shkollë po duket me pasqina, se kogja e gjotë, ose jenë konë familje kështë vlazni kalla blak, 50 antora, 60. Një rrugic që na qënë drejt një shtepije në fund, ne po vazhdojmë drejt, po mundona me shku ma ofër qendrës në mënyrë që me i taku banore, temperaturat i kemi mos vetë, kujdes, kalon trotuar se pa të shkel në i sen radial. Njerëzit në komunën e Gjilanit janë shumë të respektu më vlla, janë njerëz shumë dashtëm, po shpresoj që kemi me i taku sot, në mënyrë që me nga të regu për fshatin, sa ma shumë informacione me që fshati është bukur i madh, kemi shumë punë për të bërë, atër na nevojiten edhe informacione të shumta, se qka e karakterizon veçan këtë fshat, kjo mbetet me u po. Sa pomi të bukur, anë që po shoh, është shumë cetë bremar umbre. Moler, kipser, po groq, Gjilan. Pozitën e ka kodrin neuromalore fshati. Për ndryshe, është një sipërfaqe bukur e madhe, përveç kësaj e kemi rafsht, trotuari këtë, si zëj, po eci, kështu m'pëlqen. Lëvizje kemi gjatë gjithë kohës për nga ana makinave, si që dhe jeni tu e po, pra një fshat si po Groxha, një fshat ka që i madh, normalisht që ka dhe lëvizje të shumta, e pas kanë edhe ndriqimin, kështu m'pëlqen me ja u testu, por që është dita, ja u shkuna. Pse po i prish senet ka po shkan? Sa sipërfaqe të madhe që ka fshati, është i rrethuar me shumë pamje piktoreske, po e them, me malje, fusha, shumë bukur, edhe pem pas ka shumë. Lisa, që janë këtu? Kështë të fshisa. Jem të e padh një pushimuri, qka thot e mullën e pak? Jes pullën se, po ki qefti me dal pak pushim. Jem të i po edhe shportat e mbeturinave që janë të vendosura në fshat. Jo lumt, pastërti gjithandej. Jam shumë krenare në secilin fshat që po shkojmë, dominon pastërtia. Jo lumt banorëve në secilin fshat. Në këtë pjesë është edhe këndi i lojrave. Po m'pëlqen si park, por që është i vogël kështu, po ma mirë qëta se heq. Nja 3 pushimore, 4. Mos ja u mangësoj një. Munden me ardhë me kalu një pasdite këtu me fëmi mu knoq. Dyrët se si kanë mbetë dikurshme, por që po duket mëre kjo shtepi, jo, i pas ka vendos dritaret, kështë ma treja, tash mos është në i kosh. Po jo.
Që mirë, jo, a një mirë. Rotina. Jo, Rukia. Vjen mirë. Nuk se, kësaj shtëpi këto. Që sa vite? Që 43 vite. Mashallah, 43 vite. Cili është Po. kujtimi më i bukur që e ki për gjatë këtyne viteve? Po gjatë këtyre vite kom kalu mirë, ama kujtimi më i bukur është lindja e 2 djemve. Njëri mas 2 vjetë, njëri mas 4 vjetë. Tash e kanë njënë të 37 vjetë, njëri 42 vjetë. Shumë mirë. Kam mesa, kam nip, i kam 2 nuse. Tash jetoj këtu me vjerën e burrin djale ka marrë nuse në Gjermani. Tjetër jeton Gjilan, është arsimtar. E në të mirë, po Mirë, shihë këtë një mirë. e përmbushme, e Po, knoqshme. mirë shumë jam e fshatit Zhegër. Ai, Se ndryshe Zhegës, unë po. kom kry shkolla ma se kom vazhdu ma te, pasi më shkue, ishke bërë në Zvicë dhe patalion, thash, hajtë për shkoj në Zvicë, shka më njëjtë këto. A je pishman? Po pishman jam, më tash kanë shku më koha. Nuk thehen vitet. Ja, nuk thejë, po, dhe veç neta. Por që jetën e ke pas të mirë. Mirë, po mirë, se si më kanë këta dakon, jam nuk se e vetë, me një djallë, gjere edhe një Gjallë hastret. Po, hasret. Mas mirë që ashtë ku më mujtë me Po. gjithë ke hastreta. Fshati Pogrogj, për çka njihet? Si është si fshat, jemi tu e po është shumë i bukur dhe i madh. Po, i ma është mirë, e mirëbajtën e mbajnë në dy gjemës për krajgjës. A, i keni mirëmbajtësat? Po, i kemi shumë mirë këto, është shumë bukur. Po natyra, këto është mërava, është shkolla, ambulanta, gjitha janë. Gjitha i Po, keni? Gjitha janë. Po, ka mini markete, ka restorant, Ju lu. kafiqe, po. Por është braktis fshati? Po, vëlla po praksiset, po. E cila ka qenë arsyeja me që i keni të gjitha? Po, gjitha më tash, po, për ka të rritë, vetëm me shku jashtë. Me provu diçka tepër, të me re. provu ma tepër, dikush po këthaj, dikush për jetë. Qështë në gjitha. A dini me më tregu për afërsisht sa banor mundën me konë këtë fshat a ju? Vallajnë tash. Nuk e din, në rregull. Jo, jo. Nuk po ju ngushtoj. Nuk ka, e dini jo, se din. nuk ka tepër shumë, po mirë është puna, ka gjitha ndej shatit. Po. A njini me gjithë banorët e Po një, Pogrogjës? po ne, më duket të njëv ma shumë se në shatin tem, se në marë që sa koni, se dë jetë Këto i rrit. Po, normal këto. Ju më rritë edhe po plakna. Fiks, ma shumë vite ke kalu në Pogrogj se në Zhegër. Po, se në Zhegër, po. E tash a martoni me zveti brenda Ja, fshatit? nuk martohen. Jo, jeni diçka po... Janë të ardhën prej... Do shta shej respekti, nuk martohen. Jo, janë në të ardhën, janë mësur. Janë 3 familje janë. Mhm. Po, nuk martohen me zeti. Po. Qa kështë pas dëshirë me ndryshua? Ka nevoj diçka fshati me ndryshua? Ju mungon diçka? Po s'po disha me thonë, po këtë jetuive me pyet këta gjithë shka lipin, po Po, tash po, se këtu mbrana me po mundësire, pares. po parizme, po vetë se edhe mirë është, po. Jetojnë mirë jetojnë. Po dhe këta po që tash u qilë që kjo tash që kjo farë fabrika, tash vesh... Çka ka këtë? Qa Kjo ka mu hap? lamarin, dishka lamarin po, në cërnice ka, tash i bje këtu punëtor, edhe një kohë pak, është i ly. Besoj I që... punëson të fshatit po graqë, po. Këtë deshta me dorë, Po, i shumë punëson mirë. këtë po graqë, sa s'ka nevoj me shuk të angiljanë. Fiks. Se sa im nërë, tash nuk e di. Falemderit shumë për kohën, ishte shumë knaqësi. Hajde në kafe. Unë Zot koshe më rastisht do, dola. Faleminderit faleminderit shumë. shumë. Me mua. Faleminderit Faleminderit shumë. Kalo shumë mirë ju të Jeni gjithë, shumë ja. zoj. Faleminderit. Faleminderit për komplimente shumë edhe ju. Kalo shumë mirë. Faleminderit. E ditën e mirë, hajde, Çdo të ditën e mirë, hajde. Mire pofshe. Faleminderit, e falenderoj këtë zonjën, e nxuna kështu befas, por në Gjilan nuk pyeten a dënë me bisedu këta, nuk thojnë ju. Kështu, jo ka të thënë jenë shumë të respektume dhe dashtëm. Edhe që shtë kam e mbet gjithë jetën. Të paktën këtu në kokën time e kam këtë mendim. Po vazhdojmë pra fabrika që pas ka me u hop, egzofshin krejt banorët e Pogrogjës me që këtu kanë me u punësu pra banorët të këti fshati. E kam thënë për shumë herë në se cilin fshat është e mirë me u hopë në ndonjë fabrik. Jo, ashtu gjigante, edhe gjigante pse jo. Por që sa do pak mos milion edhe këta që kanë betë në fshat me braktis, me vazhdu me emigrim. Dhe kjo po që i ndalën banorët pra. Po besoj këtu një 15 familje të mira marrin rrugë tash nga kjo fabrik, mos ma shumë, veç kështu po supozoj. Hajde po vazhdojmë rrugëve të fshatit, po shifeni se sa bukuri që ka fshati, edhe një rrugic që na qënë në fund të një shtëpije, a i po të shpijat, veç këqërni. 3 shpija këqërni, na po vazhdojmë kështu drejt. Qa ka këtu? Sony PlayStation. E pas kemi një fshat me rrugica kështu, nuk isha dosht me shku deri në fund,
se ju tregova këtë në fillim, e kom qëllimin me u afru tek qendra, me qëllini të i po rrugët janë boshe, pra ora është shumë heret, por që shifeni një fshat si Pogrogja nuk mundesh me taku asë edhe një banor. E kam parasysh se janë edhe në orar të punës, por që edhe qështë nuk bën bre. Fshati ka që i bukur. Hajde po vazhdojmë me qëtemi shoqni. Zotën, nuk lorë ju më konë, veç me ju folë edhe një herë. A din qka mendova, me ju përshëndet edhe një herë veç me dita keni ndryshu t'i qka ju, apo që shini konë, si jeni ajni mirë, si jeni ajni mirë, që po ka gjoni? Qka ju që ti puna këtë në Pogrogj? Me pi kafe se Ju poftë mirë. faleminderit. Ti kush keni orë? E kena çikën e minjës këtu në Pogrogj, po. E pse kjo s'pja u qetë në shpepon këtë në lokal? Këtu Pse mi po filgjoma t'faljo? Për shenë gratë e sotit. E për shka me po, jo, Ka një bijat e përpora. sotit, jo gratë e sotit, bijat e sotit. Bijat, ja Po. bijat pak e ronë, ja Sa s'deshta me bija thonë. është, e, po. Ja s'deshta me thonë në krejt ashtë. Po, bija. Qysh Ajni më për kaloni? kafe, Ja, ajni... zoti ju dhash bereqet, faleminderit. Zoti ju dhash bereqet, ashtë dikush banori i fshatit ajo? Banori fshatit që kjo është, Po e kalojmë linjen tek kolegë. Po vesë, për di për shka po vesë. Si jeni? Si edhe? Që shjejmi. Ju që kanë këtë adet për s'dy t'i herë me Po, folja? ka 2 herë. Se e pora mundet mos me... Me dështu e po. E pora me të shtu. Qysh më kaloni? Mirë, falë. Me shëndet mirë? Mirë shumë. Shoti? Pogrogj. Qysh ma përkufizën, si ma... Shotja super është, i postër është për marak, punëtor për pastrujnë mirë shumë është. Po më tregoj një zonë që në këtë fshat janë 2 Po, mirëmbajtësa. dy mirëmbajtëse janë. e Cilë pastrujnë. paguën nga kush? Njoni Mërgota? nga komuna, njoni nga Mërgata paguhet, nga shoqata e Pogrogji që është. Po, shumë bukur. Qa ka diçka veçori fshati? Që e kështë tregu për publikun? Veçorien, s'po disha me thonë, rinia ka një ketë shumica, këna mjetë ma pleshpak. Këtë veçori e hasëm në secilin fshat, po thujese? Qështu. Diçka tjetër, diçka që ja vlen me cik. Përveç mirëmbajtjes, keni diçka brenda fshatit? O, s'po di me Shkollën e keni? shkollën e kemi, ambulantën e kemi, Ku e keni rrugën? qështu e kemi rrugën pa asfaltu hisë, po ne Po shtojnë libër se këto asfalt, deshta na mos myti me uji, po. na myti uji i kejt, Se uj? se Pas po këtu me bjesh përleka. shilë, losh po bëhot, s'to që përstojmë asfalt se shumë kërkush, që ka mjetë shka. E nga sa banor është i përbër fshati, sa është numri nëse dini me më tregu? Parafërsisht? Parafërsisht është moj me traj. Mas mirë, lekrit. Është moj me traj, për nuk e s'po ka zë kusha për to, sa ka Por veç. që ama shumë janë brenda fshatit apo mërgot? Jo, dhe në Mërgate, nga do në Gjilane, në Prishtine, ka... To nëndë ka është... Mërgatin e keni shumë të fuqishme, Po, nga mirë. mesazhet që i ka marrë. Faleminderit shumë për Mërgate, shumë mirë janë të na sjellë. Po, pse jo këtu pi kafe këtu? Po, Në rije, mërgata le të punojnë. po, më që që, Ka kush na mon neve. po. Mërgata po na mojnë neve. Po dhe pak vetë, po... Ma shumë Mërgata, po na shojnë po, e. Po, cilat vite mas shumë ti kanë emigru? A pas luftës, Ja, apo dhe dhe pas luftës. një herë kështë numri maj madh? Pas luftës më shumë t'i ka dhe me shumis, me të molla ka ndorë pas luftës. Qa e po? Po e Tu pyeti, s'ka. po e pyes edhe bien pak prej Uglorit, Uglorit. ke orën po Pogrogja. Me çka po thënë autobus, a? Në autobus me këtë. Qysh po mujna po udhtojna. E ka ardhë vllau me ju po, a? Ja, gjali mingjës. A djali mingjës. Mun po. Edhe A ma mirë. shumë po shkoni apo vinë? Valla po na vin, po na vin. Po ti e pas ke gjetë një sistem të mirë të meqëm. Që të në kopi, i kryni ratë, të në Krejt, shpitoni, të në krejt. shpit vetë. Normal. Po dorë me pim kafe. Pa buk musafirët nuk shkojnë në shpe.
Kur të është orari i bukës, si e këthina. Kur së është, kafe ju marrojnë edhe. Që e vazhdojnë ma shumë, edhe bukë këthina. E pasi këtë një vend shumë të bukur ku mundeni me kalu kohën e lirë. Apo delni me shoqe? Da, gjëmë sinan mrena heq, demokraci e kena. Deri demokraci. Zote, po, s'ka zotë si moti, a? Burrat jenë bo turt. Gjithmonë jenë kanë turt. Po thua? Po grogja, lumja i kush vjen. Po grodë. Me këthej sa ko shumë. Ama, sërisht, Ja vlen që ato nervozat këthej. i leon njeri sa të shkojnë gilan, nervozat i jesin edhe zbutën. Ndoshta prik kthesave. Po të Prik nervozën që po, të... po, se këthej sa shumë. Po. Brenda fshatit, ujësillësi, energjia, rriti kanalizimi, këtu gjitha i keni? Ujësillësin e kemi, po nuk pijet ujë hiç. Pse? Si furnizoni? Si japeni për ujë të pishëm? Kemi vetë kështu... Useta, bunora? Jo, kemi për i kalore se që na marrë mi ujin. Mhm. Që bile kemi një qeshme shtu për jashtë asha mushin fshati uje, vim për gilanit mushin uje, a ujësillësës s'na bon hiç. Do më thonë, që nga pas lufta nuk keni pas kur Ja, ujë? hiç ujësillës na s'kena pas hiç. Na para luftës se kena shti që ujin tonë vetë për kalore se kemi marrë, e kemi pru këtu. Jem plot shtëpia kanë shti ujin, shtu vesha kanë, a ujësillësës s'na bon. I kanë qelë do pusa që të reka, mo se kanë furnizu hiç fshatin me to, se kanë lidhë hala. S'e s'pe lidhë. Fshati, a ka ndonjë histori që ja vlen kështu me cek? Historia ka, po unë jam... Nuk je njohë si mirë i Unë historive, si njoh mirë shumë adem. Ka kush fol për këto historia, po. e jam një pyetjen e parashtrova, tash, unë se një fshatin. Po, jo dhe për historia zisha të thamë. Unë ju falenderoj për kohën, Faleminderit shumë. ndoshta nuk ju pengu. Jo, vore, po vite me pika një kafe. Ishte shumë knaci, zotë ju dash për e qetë. Po, Miru pofshëm, ishtë jallë coku. Miru pofshëm, miru pofshëm. Rigon. Veç uj. Faleminderit shumë. Mina ka një ujë shërbej. A na sill një shishe uj? 2. Urdhna? Përcjeli unë emisionet, mas shumë ti unë ti përcjeli emisionet. Faleminderit shumë. Kërejt, shka i ki emisionet i këmë përcjeli. Në një që t'ka i ko vlo. Për kërejt, mund pyt për kërejt kalë. E gruja që po të thëtë? Ja, edhe kja i këshyrë, edhe Mëse kja i këshirë këtë farë hiq mësoj në banal. Jo, kja e di ka në donat melodien e parë që i Tën, tërërërën, tën, E ju apëm për cilë nga ju? Ty, ja? Sa e vogël po dukna? Jo, po se dijen... Po, mëra, Po që ke po të thonë, të mënu me nëzirë për situate. Po në emision nga jo, se di. jo, bëjë atëja, se t'ish në Precis telefon, po ja morën përgjigjen si të sakë. se t'ish në telefon ma qetë. Po, da, Atje pas ka në registruar, përket katunët kja po shkanë. Po, vëllaj që njërës po mpikon, do të me vazhdojnë. Faleminderit shumë, respekt, çdo të mirë, miru pofshim. E vazhdoni ma tutje, hajde. Faleminderit shumë, çdo të mirë, miru pofshim. Këtë pra është edhe zyra e vendit, Komuna Gjiloni, Drejtoria e Administratës së Përgjithshme. Pra zyra e gjendjes civile, me nxjerr certifikata e këso muhabetës sene. Ja pra dhe piktura e kalas, pra kalaja që gjendet në fshatin Pogrogj. Hajde veç po kalojmë në pjesën e trotuarit. Edhe trotuari po thot andi përfundoi, s'pën gjit në analtet që mas e erdha në fund. Faleminderit banorëve të mrekullueshëm me cilët bisedum, jemi kënaqur, një muhabet shumë të lezetshëm. Mbot shumë qefi kur edhe i takoj publikun tem edhe bisedoj me ta. Rrugëve të fshatit, kemi shumë punë për të bërë. Jemi pranë objektit e xhamisë, një objekt shumë i bukur. Në anën tjetër e pas kem edhe një ku i pastrojnë makinat, autolarje, jo aftolarje, autolarje, autobusi. Hajde po vazhdojmë drejt.
Tash e pas kemi edhe një rrugë në anën e majt, veç të shë prej se largu, a ka shumë shtëpi, hajde mërë me na fol, qka po më sfirat, mërë? Cila, këneja? Po pe di, po që atje po thama, a jem të pa njërës. Në fakt, hajde po shkojmë edhe kësaj rrugicë se po duket ma e gjatë, edhe po i shët ca banor levizje prej se largu. Nuk mundem pa ju tregu se çka thanë këta dy voglushat, tha për çka pas kanë ardhë. Kanë ardhë me kënu. Kështë për këngëtarë më shkam veç se mungon zoni edhe piksti. O, zotë sa të lezet shumë që jenë. Kanë ardhë tha me kënu. A e kënujmë një kongë bashkë? Përshëndetje, puna mbarë si jeni? Apo ju pengojmë 2 fjalë për fshatin me na tregu? Mirë mbeqi. Që po ndëgjohet shumë zhurmë ato llovi. Diçka janë të punu, se çka, nuk ja kam idin, hajde po afrohemi. Çka po thu? Një shtëpi? Puna mbar! A munde me orë 2 minuta? Faleminderit shumë. Të ngat. Si jeni? A jeni lodh? A jeni mirë? Mirë, faleminderit ju. Mirë. A jeni lodh me punë? Mirë? Kapa. Qa po punoni? Ndërtim. Ndërtim. Shtëpi 3, a? Po. Mirë. Ju jeni vetëm punëtor. Po. Ç'është po ecim punë? Mirë. Jeni banor i fshatit? Ja, na e Malishia. Malishia? Po. Shpesh vini këtu me punë? Po. Këto Nuglare, Gilane. Gjithandej. Po ecim punë të mirë? Mirë. Shumë mirë. Me që nuk jeni banor i fshatit, nuk po ju marku ma shumë. Mirë. Se kam dalë me i pytë për Mirë. fshatin, Mirë. punë të mbarë, miru pofshëm. Kush është banor i fshatit këtu? Po më duke që ju jeni shefi. Se durët në gjepa, a? Po ju, a jeni banor i fshatit? A jeni edhe ju banor i Pogrogjës? Pse mirësh, si jeni? A jeni mirë? Puna e mbarë, a jeni lodhë? Si jeni? Mirë, faleminderit ju? Nga pak ju? Qysh po ecim punët? Këto, a? Po këtë? Për ka bashkë, personalisht për ka po vetë. Punë, qysh po ecim? Qështu që jeni të punu, që jeni të Në bo? regull. Dikush shtëpi 3, a? Po, vlavi. Vlavi këtë, a? Po, vlavi E këtu. pse po thu si një banor i fshatit? Po, A me shese banor i e zbulova? Po qysh BBC-s ti po i thu si? BBC-a? Po, ma zi se BBC-a janë. Ja, po jo në televizionit thjesht. Po thua? Po, qa të disha? S'ka rëndësi televizioni, njerëzit kanë rëndësi se kush e udhëheq. Për pelshime, për da. Qysh jeni? Po, Qysh po ka djerë dërmi? kom, me 3 kom, jo me 2. Si i pjena Po, jashtë? me 3, aja treta nuk man 2 edhe majq. 2 Ja, kemi? që shtagën e lash atje. Shë me Nuk e do shtaga? Po, vallaj. Fshati po grogjë, qka kemi na tregu për këtë fshat ka që dë bukur? A? Po i tybe, nuk në më pashë përgatitur. Veç qysh po jetoni, qa po punoni, me qka mirën banor të fshatit, qfar punë e bojnë? Banor të fshatit, falë zotit që janë mërgjimtar e punojnë, që ajo është ma kryesorja. Apo qojnë atat jashtit, a? Po, duhet mi falenderu edhe kur mos më harrut mirat e tyne. Sa Po, mirë. po qashtu është të ta. E për saj përket, këtu na shehem do, vallaj nuk është edhe aq e lavdushëm, po falë zotit i patë këtu që tu një market, dini, një kafe që edhe ma poshtë, që ta pak e ndërprejtën hovin, këtë fshat pat mu zbrazë krejt, mu tret piktujt edhe ma vesh me folë me hije, me dishka me në hije njerëzve, ose me këshy kush po delë. Qashtu. Rafërzisht sa shtëpi kanë mbet që janë rezidente, që janë këtu? Vallaj, me Sa mbyt, mundën me konë? aty
ma bërë një pyetje Trona? shtirë, se nuk e kom analizu Ana, këto. e kalojmë. A? Po e kalojmë këtë E pyetje. kalojmë, Po ro? kalojmë tek bujqësia. A? Tek bujqësia Eh. po kalojmë. Përsoj Sa po punohet bujqësia në këtë fshat? Po janë disa familje që miren me të madhe me bujqësi, a na disa jo. Disa Po, jo. po. 4 familje 5 janë të zotnu tokat. Një dikush Ja bilem. ka, po që ata miren me blektori, ka shtëpjake, ja këmi dhonë dikush Falas falë, kështu dikush tokat pak po. me qira, e ata sa do këdo po mundon pak me ja dhonë një të mirë këtë fshatin, me na dhonë me prodhime kështu, E bio, çka- qumshte, po. E çka mendon se po lihet bujqësia kështu anash, nuk është e lavërdishme për sot tash, apo? edhe kështu Fuqia di- punëtore. dinë të- Jo, nuk është muna fuqia punëtore, po këto nuk është të u pagu. Shembull, e man një kafshë shtëpiake, nuk paguhet ç'është duhet, e ki prodhimin qumshin, edhe atë nuk e paguajnë ç'është duhet. Çato i ikin njerëzit, ikin. Shembull me pas molla, disa perime tjera, vallaj shumë pak, ma mirë ato t'jashmet se sa këtu të mbretshme. Të gatshme. Po, po, jo, po shavin pi jashtë. Po, e qartë e kuptoj. Qa, po. Me u martu me zveti brenda fshatit la martonja ju? Ja. Jeni një gjak Ja, apo? një po, ja, nuk ka ndodhë kjo dhe nuk ndodhë. Po jem kështu, një gjak. Me që unë e kam dëgjuar, në fakt më tregun që ka dhe nga Tordhën. Në këtë ka, fshat, prej vendeve të tjera dhe Ka që dy mundeni me u lagje, martu. dy lagje, po, ashtu, Sa lagje i ka fshatit gjithsej? 4 janë lazër që thirën, 2 janë të ardhëna. Po, bala, kurta, voca dhe canajnë këti fshati, dërsa tomakët edhe cenajt të ardhën, po, qatë. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Gjithashtu, Ishte shumë zot kënaqësi. mirë, Miru pafshëm me punë të mbar. nuk kesh ashtë sa duhet i Shumë bukur përgatitur. ke fol. Jo, vallaj. Pyetjet i kam thjeshta. Po, jo, i falem, hajde, kaloni E mirë. gëzovt vllau Po, shtëpina. falem shumë, gjithashtu edhe, Me krejt bashkë. inshallah i shkon në barë, Puna e mbar juve. puna, Miru pafshëm. kësaj Kosovë tonë, po më doket. Jo, Mirë është, mirë është. kush? Nuk është keq. Jo, A, mosh, mos jo po i ti. him ankesa. Ha? S'po i him, Jo, po. Për Që ju më vllau mirë. mirë ball pas ke dalë mi ndihmu. Po, jo me këshyrë, valla me... A ka diçka me... Me këshyra po punojnë punë turqi. Jo, po ndorë, jo, këta kanë kështu, po... Me këshyra po del isha me hongër me fina, na i kafe. Ju bëf të mirë, Hajde, kush ja u kaloni çet. mirë, kaloni Mirë mirë. pafshëm, faleminderit shumë. Çdo të mirë. Hajde. Hë? A është vllau kë? Po, se kam pilonën. Si jeni? A jeni Që mirë? mirë që shje e Po mirë. kaloni. Jo, mos A jeni, po çka po dën të di unë? Çka po dën? Që më donë me... Me pi diçka? Po, dhe? Zoti ju dhash bërë qetë se... E qa të me na qitë? Te di. Jo më rëzim, një të një pije kështu. Hajtë se masirja pas ke fillu shtëpis nuk po ta kthej. Ajde, unë me leva kamerë të e, leva kamerë. Theja për kamerë se s'ja ka po kush hajrin. E, bere ka një torë të shtu, hej. Me kon hajrin, me kon njeja kësha po hajrin në kësaj kamerë jes dikush. Bere ka një torë dhe ka një pije. Bena qëtu diçka na jem belësirë. Se ty e ti zakonisht i lidon këta shatarë të adi. Po? O, kok një mirë, ishtë pa kon mirë, kok një mirë, kok një Ja, mirë. ja, Ja, ka koshe. da, ka da. Pa mirë, a mirë po shtë këtu ha? Ja mirë që po afuna që mirë është, unë e thëmë çdo herë e mirë kur i shën njerëzit të punu, të gjallënu. Kjo më pëlqen, a me tho keqa, Ja, ku me marrë me punu, nësme me i kesh. po sërë s'ka një punë. Plus aso i të ndërtu shtëpi, a keqa? A më kesh po do të me punu, do të me pasë. Që të punu ka ketë. Pa pas nuk ja kështë fillu shtëpis. Ja, nëse që ashtu pas, është, ha? nërë tjetër, nërë tjetër është. A Shku ki ka planin- doli, një për tjetër. A e ki planin e bukur? Po, i mirë është. A jetoni në Kosovë, a jeni mërgat? Ja, në Kosovë, ju thërë, po më pograjë, normal, të shëndeti Kosovë, Kosovë është e madhe, më pograjë. Po, ja, pe di që më pogrash, po kur e thomë Kosovë, kisha fjallin nuk jeni mërgjimtar. Ja, nuk jam mërgjimtar. Ja. Unë jam këtu, me thomë, i pa punë. I pa pun të marru shpi. A, pa që, e kom punu për parë. Ah, Problem. Ke punu me kohën.
I kam mbledh paret. Unë i kum dalë 18 vjetë në Grombetë. Tani kum punu bukur do vite atje. Sa ke qëndru atje? Atje kum qëndru 20 vjetë. Tani, ja filloj pak lufta, ja asene, edhe unë nalim të shpia. Tani pjatë jajtë pa punë me bletari mirë, na. Qatë profesion e kom tash. Mes me dhjedhe dhe mes me ashti dorën dikujtë. Sa ja është më rësi. Por që mirë pas këtë gjithë vetën, ke vazhdu me diçka. Ja, mirë, shumë mirë, unë jam i knashëm për veti. Jam i knashëm. Ma ndaj kur të ndërtën shtëpin tani veç pak qatë sa për me hongër, me pi, me shetit. Unë e pata që kërkon shpijen. Që jep shpijen, që Po, kërkon. kjo është shpia juve, ta është tjetrën. Ta është tjetërën. Mi shti parë, më shme nejtë parë badja. Ani dhe super, me që e ki dhe pjesën e u burri pse ju. Ja, ka më për mas venë së dush. Po, a? Ama me kodë, shka ku i ujit, kimi dalë pak më nalë, ta më di. Po, shko më dha ki më lesh shpijen poshtë, që këto ngosht, ta më di. A ne kemë venë së dush, a gjë poshtë. Po. Mu më hapiti pak fakti që fshati është braktis, bukur si shumë. Hajt Leqa, aty tani i marrëm na. Fshati është braktis bukur si shumë. Fshati, marri mong pas na mu gëzu. Hajt pelojmë qështë. Po nëse të qonë, e gëzume. Përshëndetje. Si je, a je mirë, që shjeni, a je një mirë. Hajtë se shërbehemi vetash, faleminderit. Isha të ju pytë habiti fakti se fshati është braktis bukur si shumë. Cila ka qenë arsyeja me që fshati është i bukur, bre? Arsia s'ka qenë mendim jem, po njerës për të pasme s'ka ndalë, mendoj unë që është. Pritë? Për të pasme. Kanë pas shumë? Ka pas mundësi, ka dalë, po di. Kanë pas mundësi, po. Ti shfa shpia ka nuk të memre të une. Faleminderit shumë ju, zoti i dhash bereqet, faleminderit shumë. A jeni prepite, po Fanta. është të Pite? prepite, apo jeni. Ja, zoti i dhash bereqet. Me që e ka Pa qitë? prektor, po vesh jo është pak ma e ftohtë. Po, ja, faleminderit shumë. Po, këqyre. Në, ki drejt. Hajtë se flasëm pastaj. Fanta, po, ndëgjëm, hajde se na dull dita. Embel, hajde, hojmë bashk. Veç edhe një dy pyetje dhe po e përfundojmë. Ja, me juve e kom përfundu, bisedum sa bisedum. Ja, mos del mon kamir, ja, asë më zdun kamir, se tani lakmon publikun të ongër torte. A nejtë se po e përmbyllo me kaq, a? Hajtë. Hajtë, mërë që ka po. Si jeni ndërruar? Zonja Zanjush, Ramazan. Zonje! Zonja. Po, si jeni? Mirë. Që shpo kaloni? Pleshnia në ka ro. Ndole këto, unë veç sa deshta me hynë market. Në ka ro pleshnia tash. Pse? Blak me 63 vjetë. Jo, mërë fet ke, mirë po. Po në e sa fit. Robi plaket kur do në vetë. Po. Po e ngushlojmë na vetën, kështu, Pa a? televizione jeni. Jemi katuni jem, e që kitë më tho halal. Ja kur që jo. Shfar televizione jeni tash. Shqiptar që krejt. Po shqiptar që ato një televizione jënë po shqiptar që ato. Po emrin? Po që shtu e ka me Po gjumë jo, ju me emrin? shqiptar që s'ka, me të mësë të e bandë jo me Pasha mu. zote, po, nuk jem televizion, jemi në YouTube edhe në Facebook. Ja. Po. Si jeni? Mirë. Që shpo kaloni? Mirë. Pa ko për na një ullëse se s'po mune me Ullëse? të ngo... Po, s'ka ullëse mre na? A për do një ujnë me pi, ma i Jo, fare. faleminderit Ah? se i përfundon A për do një sak me pi. Faleminderit, zoti ju dhash Ti bereqet. zoti. Na kanë shërby me pi e pak ofisat në Pograq. Jeni shumë i këprica, a? Ha, ladi u kove, mi këprita. Ta mërmendja dy. Se ju, a? Edhe ju me më thonë nuk besoj. Se? Se ka marrë në konkludim që me të vërtet jeni mi këprica. Po për të hujt, po, vërtet është. A një deone një herë vi mos mi sheni sytë. Për të hujt, po, për kështu, në më zvetë jemi fajnat ma jemi. Po po kështu në mërët pasoli kokër, a? Mëse, gjitha përgjë. Ja, s'pe inqësojmë, ja, veç po gjërojmë. Mëse që da mëso më dalë, i këllë. Mos e zmanë, ma.
Për çka njeh fshati Pogrogj? Fshati Pogrogj për momentin, për kur gjë nuk një tjetër. Për para, po të kallzoj para luftës. Kemi pas çfarë klubi të futbollit, kemi pas Liria Pogrogjës. Gjithmonë vendin e parë kemi zonë ngora kështu komunale. Jemi kon ligën që bje këto njerë kanë thonë Seleçka Liga. E sot ku Nuk ka është? kanë ndarëve, sot s'ka hiç. Nuk ka hiç. As klub të futbollit, as të basketbollit, as kurfar klubi s'ka hiç. Rinia me kurfar aktivitete në mirë veç, shkojnë na për kafi që arrin që aty edhe natën e mirë. Po s'ka rini, ja, po s'ka A e rini. kam braktis fshatin, a? Vallaj, që? Këshore. Piktujt, që kjo është pikë, kështu. Deri në rek komplet pas në njeri është që. Pas në njeri. Këtë pas ka morë këtë ja? Kej kanë shku në Gilan. Po që kjo pjesë o pak ose banushme qështu. Me që ju e kini marketin, sa po bëhat punë? Po i punë, mu kajt nuk është, po as më livdu nuk është. Po tash më livdu është pak probleme që është braktis fshati, nuk është fitimi si çdo një. Mu pas konë, një 10 vjetë para luftës, apo den, që të rkojnë kokë. Nuk se më, asi mas luftës, se më para luftës më slasë, me konë fenomenal. Do thotë ju e keni pas edhe para luftës? Që 35 vjetë. Këtë punoni që 35 vite. 35 vjetë se kom në Zvicrën, që to që. Shëllja Zvicrën. Së më ka pëlqyme? Qiro pishmona ju? Jo. Dhe me lonë Zvicrën, do të kogja me unë mendua. E ku mendu mund, po besoj që e ku mendu, s'pe di. Ata ka qitë mirë në fund të ditës. Po në fund ditës, mirë është, nuk është keq. Ani dhe... A ta të kalzova, më livdu së është, po mu kajtë nuk është. Po. I dara po bomi, Po. Edhe i ofër familjes. po. Pa familje, veç gruet ka met, ata po ikin jashtë kejtë. Ani bol grun që e ki që atë, ta gash zoti grun që po vynë tjertë. Po, shapo të hyrë gruja edhe, po është po thavi. Sa banor keni mbet brenda fshatit, atë në më të regu. Pasha zotin nuk e di, me shpia kum nise, sa është e vërtet nuk e di. Sa me shpia? Dikun, po thoi 160 shpijet banushme janë, se kështu ka, që gjën, janë, 2, 3, 20 që të i ki, a më pa gjenë. A din qka? Nuk më kam bet gjë tjetër veç me fillu me i numru në vetë ren. Endes ma ka jep kush përgjigjen sa banor mundet me kom. Logaret e beti 160 shpia, logaret ja krym kry ka 5 vetë, Ka sa kry me i numru? ka 5 kryllë vraj, 5 vetë në mraj, 5 vetë, sa dalën atë? Jo, s'di se me matematikë jem keq, hajtë me kalkulatorë ime. Pas për dime dikon 600 banor, që atë i pare dikon. Markete kishte dy Si atrinë. s'ka, ja, veç, ai poshti madhe edhe këto, s'ka Edhe ju. qërë. Për para më konë 1, 2, 3, 4, 5 sopa, do më onë 4 në mqela dhe 2 kanë me dhe veç. S'ka qenë, këna mi qitë. Se me s'kesh gjenë, bëde a më A ndodhë që kanë me u këthi banorët disa prej korëheq, ty? ja, korëheq. Mërgata ndëgjova që ka kontribu shumë për fshatin. Po mërgata po, i ka, ka me thonë, 2 punëtori pagun këto që e mërbajnë katunin krejt do më onë me... Fenomenal, ja, për punëtor që a i ka marrë, shumë, Parën halal, ju lumt. shumë, bilum njonin, mes e di që a njonin tash e ka marrë mbi këqyre komuna e pagun. A njonin e pagun kjo, o dhe tash e më botën e E që sa vite kështu mirë bëhet fshati? Kur i kanë marrë këta dy punëtorë? Vallaj, me sa di më në që, me njëherë, 2026 jemi, ja? Për 2010-ës, do këtë. Për 2010-ës. Do këtë, se saksesht nuk e di, apo Në në farsisht. para përsesht atë pare, 2010-ës. Që ka nevoj diçka me ndryshu fshati? Që keni nevoj me pas? Po kemi nevojë me pas fabrikë. Një Nuk puna u qele hapi, që qërë, po. Qka ka më hapë në Ajo, fabrikë? ajo, për momentin është të punu, Sërnic. po, në Sërnic, që aty tash të urape, të prodhon veç kumënije, se nuk e di unë, e ka këpëton, kumëni prodhon veç për Zvitër, prodhon. Sa i pronari është, i ka letat e Zvicës, e ka arë këtu, me do një Zvicrana, ku e di unë me ka veç, kërësore halal i koftë. Amo më duke që i punëtor s'mo merke, se qaj ka që ta të bed një 5-6, që ta për babi ka. Unë e thash në dështë ta marrin punëtor nga ke fshat. Ja. Banor, Po s'ka dhe, ka me marën. S'ka dritë, ka një një. Primi, s'ka. S'ka një një, jo. Ka një krejtë. A ka prej familjeve që kanë bizneset veta
private kështu brenda këtij fshatit që kanë ai Po që ka shumë firmë? Milan. Ty janë bep Fatmir Rexhepi. Ajo fabrika radiatorëve, ai Fatmiri i këtu i është Fatmir Rexhepin. A ja keni zonin Fatmir Rexhepit? Do të ja komunist po. Ish ministri i punëve të brendshme. Po. Apo ti që unë mytë në Prishtinë ata, i vetë me ministrët që e kalon domon detyrën se unë mytë 2-3, po keni me që s'keni. Po nashta ti e re shumë, më ditë. A më nëri. Unë po ju falenderoj. I të ka Kërkuan. Si doni kanë sak, ormane. Do të shbreqet. Ah? Pim mjaftu shumë. Po asum ka duhet ju televizor jeni se. Se çka? Cili televizion jeni? Jemi mediumi shqiptar sekret, tregova, hin Facebook, hin YouTube, na ja. gjen. Ah, unë mendona që jeni televizion kështu. Ja. Qa autobusin e kemi për Marak? Autobusin linjat si janë? Apo gjithë s'ka për jo, që e thot. Po. Thot, Sa herë në ditë vjen autobusi? po gjdo orë vjen. Çdo orë. Do më shkon të në tonë, këthejt të këton, shkon të në tonë, këthejt të këton. Ekskursion. Plus taksista ka, Shumë mirë. taksista kështu në vetë. Tana i paskët. Veç edhe banorët me u kthy, perfeksionuat Ja, fshati. për banorët. Mërgata kur të shohin tash emisionin, disa Ka kanë dhe mërgata u qunë në botën e ashme, edhe ata kanë shku kam blena për gjilonën, për gjyje, që atë problemi ma i madhe. Po. Qunë një vla e kam, edhe a i ka shku në gjilonën. Pa që njoni vlla është këtë. Ku, tjilë vla? Jo. Une. Njoni këtë, njoni atje. Po më kalon veç vetë të. Po, hajtë se vjen vizita nej. Ja, po, me faleminderit, po, me viziton, ama. Ndrysh është këto me pa, ndrysh është atë, pa shka me bështë. Jeta është kështu. Ku do që janë, inshallah janë shnashe mirë. Po e vallaj ka të unë s'vedojnë. Është e vallaj. Faleminderit. Pa gjenë, s'ka kur gjë heq. Me pas gjenë, kejta buën, po s'ka gjenë, s'ka kur gjë E heq. vërtet. Shumë e vende keni thonë. Ju përshëndesëm, faleminderit për punë. mirë. Miru pofshim. Faleminderit. Hajde miqtë e mi, sa bukur e paska në pjesë të bukur në fakt, shefeni. Me që fshati është i rrethuar nga malet, edhe më pëlqejnë shumë këto shtëpi që janë kështu krejt kapo me male, pas ka shumë ndërtime kësësoj, e pas kemi edhe një rrugic tjetër, jam të e lyp shkollën, më kanë tregu edhe për një banor, banorin e fakt më i mushuari nga ky fshat, i cili është 95 vjeçara, 96 kështu diçka, ofër 100. Inshallah po e gjejmë në fakt një gjetë shtëpin, por që po vazhdojmë, apo shkojmë kënej. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Jemi tashme në një tjetër rrugic të fshatit, po groq, na falni. Shifeni andi fokus shtëpit e bukura, pra në këtë fshat pa dyshim është dora e mërgjimtarve, pra si që ndëgjut edhe vetë intervistat, cilët kanë kontribute i mos e saj për këtë fshatit e tyre. Po ata vrehen mesazhet që mi kanë shkru kur ja kanë nisë, sa mesazhet që më kanë ardhur. Për me vizitu fshatin e tyne, uroj dhe shpresoj që kam me undot kënaqëm. Nga puna që e kemi bo nësët pak të nimi mundu, me i kap gjdo cep të fshatit. Kështu munduemi në së cilin fshat. Jemi në një pjesë ofër, jemi në një pjesë shumë të bukur. Tashme jeni të e po në ekranet e juaja, e pas kemi edhe një tjetër rrugica ndej, por që po shkojmë kështë drejt. Në fakt ato shtëpit, si shtregoj banori, nuk janë. Janë me drypë bonondi, kështë me qelcë, kështë që nuk kemë se qka me shku, po vazhdojmë kështë drejt. A është shkolla kjo? Apo më duket? Shitore, sa e modhe. Jem të e po dhe një banur, apo e përshëndit. Përshëndetje! Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit ju. Me u lodh, ku lodhen 3. Faleminderit, si e Dorontina. Jo jeni Dorontina, po për jo shofmi. Faleminderit. A jeni mirë, apo lodhnjë? Se mos më lodh, po vi.
S'ka nevojë më lodhi reve. Gjakovari ka thonë pashatrit. Edhe u kënaqëm, fshatrat bukura. Po. Ju mirë jeni? Mirë, fajnë. Familjen? Ketë mirë. Në shëndet? Po ka përsej. Qysh po kaloni? Mirë. Fshati po grogjë, ju lumë për fshatin e bukur. Fshati i bukur, fshati i shkollum. Ketë atë mirat janë. Kur e thoni i shkollum, keni nga ata që kanë dalë profesionalisht arritshëm? Ka. Si për shembull që na i njohëm? Ka si Fatmir Recep, deputet, Rabit Recep, kena profesoresha, kena jurista, kemi doktora, Mos jemi në rrugë edhe... Ja, si jemi në rrugë. Keni të thotë njerëz të përgatitur, po. profesionalisht. Kemi luftar, komandanta, ketë janë. Do një veçori tjetër që e ka po Groxha? Fshati ka të mirat e ketë ai ka. Si me bujësi mirën, si me shkollim, ketë atë mirat janë. Po, me bujqësi çka po kultivohet më shumë? Ma shumë të po mjedhen misër, gronë misër, qështu. Ka prej atyre familjeve që mbahen vetëm nga punimi i tokave? Ka, shumë, ka. Por që një pjesë kështë bukur e madhe është Leo Mazdore bujqësia. Olon Mazdore kanë marrë gurbetet, kanë marrë në braktisë shumë i fshatit, ka shku në Gjermani, në Zvicër, në Angli, ka s'kanë shku. Banorët nga kanë folë shumë mirë për mërgatën e... Mërgata, kërë së pastër e majnë fshatin shumë pastër. Fshati shumë është i pastër, mërgata i pagun 2 punëtorë të për me punu. Kejtë atë mirët janë. A din me nga të regu për afërsisht sa është numri banorëve brenda fshatit nuk e dini? Vallaj, nuk e Apo shtepi, a ka ma shumë brenda fshatit, apo që kanë emigru? Ja, kanë emigru ma shumë. 100 shtepi janë ndokët me njerës kejtë. Në zonësa ka, që aty 100 zonësa ma shumë s'ka. Tu ka qenë shkolla mesme ka qenë. Kejta kanë qenë po pre, shtisë, impakuën. E mbani mend numrin ma të madh të banorëve para sa viteve? Allaj, se disha me thonë. Para lufte, ha? Para luftës, pas luftës, ma pak, si u bo lufta, kanë dalë këtë në për betër, kanë dalë në për. Çka po ndodhë kështë me fatin e fshatrave? Që shko me orë përfundimi, qa me ndënë? Pas ju në konë kushtet atëre, su kësot që ju mbo kushtet e mira. Për atë po e them, si janë kushtet edhe me u praktisë fshatit? Shti janë kushtet e gjithat janë kushtet. Kemi markete, kemi restorante, ka këta janë, po s'po dojnë me ne tritë fshata, s'pedojnë punën fizike, s'pedojnë punën. Po dojnë me po botën me shetit. Po vëllaj ma mirë këtu se për jashtë, unë e kom qiken, një punon në Gjermuni, njona punon në Zvicër, punojnë ato në binjakët amerikanët që në farmasike në Basel, njona punon në Düsseldorf, kom edhe këtu në punë, 5 vajza i kom, një punon në komunë viti, i kom edhe farmasiste, 1, 2. Sa mirë, i pas këtë gjithat Kejtë më shkollu më rejen, e kom drenicës, e kom rejen të kroj mirit, edhe ajo është shkollu me, djarin e kom manager në fabrikë. A në të mirët e Zotit. Faleminderit e Zotit. Gjyshi, po ja u shëtit fëmin. Po bre, po ka qef, si pi shofim që po darin ka me kafsh, po ka qef me dalë mi po. O fëmija me komedit kënë me dollë, si shëtitja me gjyshërit nuk e knoq. Nuk e knoq, dërën. Se gjyshërit ja bojnë... Apo jeni ka një kafe me pi. Zot ju dhash. Po valla, hajde bojnë, hajde. Faleminderit, Se, po. ose darë ka me lirisht, po Mëre valla. po dhe me mrot lek pasha Zotin. Se? Po ku, sa pijet, sa kafet, sa turtet. Fshati po Groxha është fshat mikpres. Jo të regoj, mikpres qënë. Jo, vish për fshata, po në rrethin komunën Gjelanit me fshatin po Groxha mikpres edhe për Lepnis nuk ka. Unë kam kalu bukur në se cilin fshat. Ti me kalu për jo shumë, për jo përcjellmi shpesh edhe juve në kamera që po heni mrenda, po ti. Vallaj e keni shu edhe televizioni, çfarë televizioni jo nuk e di. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Që si me pas, si të ri që jesin fshatra, që jesin qëto se... Po dhe na kur kem kësi banor si ju, pse mos me ecën në fshat? Njopin motiv. Ja, valla, hesni se... Na respektojnë, dole me na folë. Pi arritni edhe vlerën shatra që po shkë, po. Kena mi këthy shumice. Inshallah këtë. Ky është sinimi im. Toka ka qenë këtë shatë ma shtrejtë në komunë Gjelanit. Toka ka qenë 1 hektar tokë këtu në po Groxha ka post 4 hektar tokë i kam bërë për para një lanë. Qash ka qenë jeta shtrejtë këtu. E shqit për shka po praktikën. Po gjojnë bërë një akonë më të mirë, po gjojnë punë. Sot se mërë kërkush 1 metër tokë. E mërë kërkush, a këtu 30 euro, vetë kom blet 30 franka metrën e tokës tu, i serbë. Fshati ish me një shtrirje bukur të madhe. A radhitet ndër fshatrat e mëdhaja të kësaj komune? Po, me fshatin Dobërçan arritet, kështu është. O Uglar, tana këtu e keni në 3 venda kufinet janë. Me fshatin Dobrosin kufi me Serbi, fshatin Slobis në kufi me Serbi. Këto tana që në lofës është edhe të kufini janë. Këtu nga po nuk ka probleme, këto fshati mirë është. Edhe një pyetje kisha për fund e ndjekshë si obligim me pyet çdo banor ndonjë histori që e ka fshati, që ja vlen për publikun. Kalajen e kena, kalajen po Groxha. Shkojnë vizitor, mundemi me shku, kemi shumë larg.
2 kilometra gjysmë këtu është. Në atë pjesën anë. Po, është restorant dhe sajla është aty që thojnë se teleferika që po jesis. I zeplojnë ja? Po, është aty. Zeplojnë, Po, po. është, aty është. Kanat mirat e Zotit. Kanat mirat e Zotit. Veç ju urojmë shëndet. Faleminderit ju që Ishte një shumë faleminderit. kënaqësi. Apo vini ka një kafe, bujrum. Zoti ju dhosh bereqet. Edhe ndarë, bujrum, shakali. Faleminderit shumë. Që ka Vallojnë si në shtëpi të familjes teme. Njëjtë kisha njësën se kam problem. Ju jeni burë doket. Ju nuk jemi. Ja ti tërkën e kam burë. Nesër, po gëzona që po jesë në përshata. Faleminderit shumë, faleminderit. Miru pofshim. Miru pofshim të në tina, ditën e mirë. Miru pofshim. Çdo të mirë. Faleminderit juve. Hajtë që... Kënoqesh, pjesa ma e bukur është kjo, me kalu me nipat e mbesat. Miru pofshim. Këneja shkolla drejt. Veç po shkoj po i marrë do pomi. Po. Faleminderit shumë, miru pofshim. Sa e bukur është edhe pjesa tjetër e ures, përveç kësaj shefen i rjedhjen e ujt, postër për mrekulli. Kisha qëndru këto një orë kështë për qefi, o kapi që të pomje, ajo më Kosovë, shefeni se sa bukur. Qka po më pëlqen? Pastërti, trotuar, infrastruktura nivel, e rrethuar me gjelbrim. Perfekt. E pas kanë edhe një tjetër park, ky është po, ky është i dyti, kishin edhe njën fillema. Ky po që është një park shumë i lezetshëm. Pas kemi edhe një dëshmor, po afrohemi, po i mrena, sa bukur. Përveç kësaj e kanë edhe këndin e lojrave për fëmijë, ju lumt. Por që jeni të e po, nuk ka njerëz. Pse mos me kalu kohën këto bukuri që i ka ky fshat? Emrin spjagjojnë që ti nëmër. Pas kanë pështjel me kësh. E kom të pa mundur me lexu emrin, por që ondi po i merë pomjet në pllakën se çka shkruan. Jemi fare në fund sa i përket Pogrogjës, pra është fundi i fshatit. Qendra mjekësisë familjare, një objekt shumë i lezetshëm, përveç kësaj edhe në pjesë shumë të bukur është i ndërtuar. Në anën tjetër e kam objektin e shkollës bashkë me palestrën sportive, o burri, gjithçka perfekt. Informacionet cilat i ka marrë ofër 100 zonca e vijojnë mësimin tashmë. Normalisht në çdo fshat edhe këtu ka qenë numri më i madh, por që përshëndetje, por që tani është në rënje. Nga këto me qtemi mua së më mbetet gjë tjetër veç me i falendru për zemërësisht banorët e Pogrogjës. Faleminderit edhe juve që qëndroni besnik çdo herë ndaj neve. Ne takuhemi në fshatin e Rodhës. Deri atëherë, mirë mbetëshi!